Muna me luar rolin e moderatorit në minut me buli pyetja. Po, gjithsesi. Ai edhe ne përndeshme 69. Po. Ka orë të kejt deti që... Mas më thonë, bëjë që të pyetje. Jo, la, për muzikës kërësën bërë asë ne. Normal që dosh me letu ko pas kohë, se unë e kam rase 2010 kur shumë muzikë elektronike, kështu 90% unë më thonë Prishtinë. Prishtinë e kitë Kosovën. Kur dule Keosat, Skillsat. Dhe më thonë, një gjenerat, një vit që ka pas, qaj gjenerat, që të gjenerat, që sa ti viti në konë, komplet fokusu muzikë hip-hop. Sidomos se qatë që i përmana së të bendis, së dy emra, Skillsat dhe Keosat. I ngujtë qatë shumë sa që jone, kom qu këtë verë, ma kom qu 5 herë, 5 data e kom pas ajo, gjatë këtë sezonës. Edhe kom kajtë, besom që kom kajtë, publikisht edhe me kom thonë në zisarë. Qa që më konë kesh, ish me djenja, edhe një i shgenim. Tani dule me la rasin e bëne Wheel of Mondays, hera parë konë që bërë Wheel of Mondays me mure me la rasin edhe janë nisë tap, edhe në gjallë. Edhe që konë shumë rami, konë që e koha e 2010-ës më do konë, nëse në 2011-ës, nëse sa raj. Ekstremo konë rami, s'ke pas asë më rami, s'ke pas DJ që kanë shu, koha që tërkur lanë edhe këta DJ tjertë elektronikës, që është një pak, s'kishin vente, qaj ko viti kërë këmë thira dhe vetë me thonë, apo më një dalë në shumë muzikë, kërë në gare, shumë më konë viti poshtër, viti fështirë, po që e dullum. Po këprejma. Muna me luar rolin e moderatorit në minut me buli pyetja. Po, gjithsesi. Ai edhe ne përndeshme 69. Po. Ka orë të kejt deti që... Mas më thonë, bëjë që të pyetje. Në familje. Shumë rrallë që me ti të cega më të zamë 69. Me kalzua këtë, në shenë dëmune horoskopit e kom gafur edhe në bazun dëmune që ato. Shakon biljak të njëri. Ai po është rrezi. Me më besoj që mës mirë të kështu prej krejt neve, këto mundesh me nga bo kështu një krahasim se qysh ka evolu, qysh ka ndryshu kështu nejat ndër vite, se tash 25 vite jenë këtë po. Edhe ke lëshru, edhe ke dalë, ke pa po besoj nejat ndryshme, kështu që mundesh me cilësu ndonjë vit më të artë ose ndonjë dekad kështu më të artë sa i përket nejave në përgjithësi në Kosovë. Nuk është që s'kan edhe këta informata kanë ballë, po të ke papë 25 vjetë ndryshe. Se e di që edhe këta ka gjamati ka rrugën këtë para sporti, i një më të djenë. Edhe nëse po të flasim për dekada, 2 dekada, është edhe dekada e kohës sprejit, dhe më 2010 këta kanë mri, besoj e keni mri sprej. Unë e sprej një, për pak se mri. Sprej e konë një vend ku që aty është njoftë muzika elektronike, që aty është informu njerës që kanë pas gjatë vikendit. Për me qëti klavi dhe më kanë shkru portalet, rrjetet sociale, gazeta, radio, në përkit Ballkanin, Kroacia, Serbia, Shqipëria, Malizi, Macedonia. U konë veni ku njerës e kanë pasi adres me shku, dhe më thonë sprej u konë adrese njerëzve që ngurë muzikë elektronike. Përgjithsi, jo vëse na, për voli për këtë rajonin, për Ballkan, për këtë. Unë e sajrë shumë sprej shumicën në rasëm, sidomos kohë kur ka pas programat veçantë, ke pas të huj të në kohë, nuk kom pa në sefte që klabat tonë që thonë erdhen shumë të huj e sajna, nuk kom pa më të huj në sprej. Në kohë shumë i ri edhe nuk disha qajna janë Serba, janë Kroata, janë Indiana, janë Londineza, janë... Dhe më thonë, është kohë veni i parë ku ka nga njëftu me muzikë elektronike.